është normale që të hasim me njerëz të tillë, profetët e Zotit kanë hasur njerëz të tillë, shokët e pejgamberëve kanë hasur njerëz të tillë, dhe është normale që të hasim njerëz të tillë. Po ajo që mua më bën përshtypje është se këta nuk i hasim brenda Shqipërisë londineze. Shumica e këtyre që ofendojnë janë, domethënë, pjesë nuk e di, domethënë me kështu me emra dhe me mbiemra duket sikur janë musliman pa janë nga Kosova. Dhe është çudi e madhe, domethënë, më ka bërë gjithmonë përshtypje. Si ka mundësi, domethënë, që këta njerëz, domethënë, me emra dhe me mbiemër islam. Halil, Ismet, Muhammed, edhe Muhammed. Po, edhe Isa ose Izeta, ku dëgjon kështu emrash. Fyen islamin dhe hoxhën edhe nonën dhe babën dhe fisin me libër shtëpia, kupton? Unë habitem, domethënë, nga buron ky mllef edhe urrëtie, ose do të jenë njëjtët persona që hapin profile edhe punojnë me këto profile, se nuk ka mundësi, domethënë, që të jetë një gjë e tillë. Për shembull, ne kemi, për shembull, le të themi në Shqipërinë tonë londineze flasim. Po. Njerëz që edhe nuk kanë mendimin e, por nuk shan kush, nuk futet kush, domethënë që të ofendoj personalisht ose ta kalojnë personale situatën. Nuk i pëlqen, ose thotë ja ke fut kot, ose thotë akoma ka njerëz që besojnë këtë gjë dhe e mbyll me kaq, ndërsa këta të futen shërbëtori serbit, turku, ju na keni bërë fara e raca, ku dëgjon, domethënë. Po jemi mësuar, domethënë. Me jemi mësu, po edhe plus sot që ditën e gjykimit do të na pastrojnë. Normalisht, s'ka dëshim, domethënë. Domethënë do të na marrin mëkatet. Pyetja është kështu, pse në Kosovë ka islamofobi më shumë se në Shqipëri? Të paktën në Shqipëri nuk ka ndonjë shoqat anti-islame siç ka në Kosovë, për shembull lëvizja anti-islame e Deçanit. Tani më mirë përgjigjen për këtë mund ta japi ndonjë hoxh i Kosovës, sepse absolutisht do ta pyesim edhe ndonjë hoxh i Kosovës, po unë do t'jap përshtypjen time. Patjetër do unë do ta jap përshtypjen time. Unë mendoj se atje kemi të bëjmë me një shfaqje të vonuar të, le të themi, intelektualizmit që pretendon ose mendon se feja dhe besimi mund të jetë pengesë e të jetuarit si shqiptar apo e mbrojtjes së shqiptarisë apo kontributit për vatanin. Faktikisht ta njerëz janë njerëz të ardhur, nuk janë qytetarë të mirëfill. Janë njerëz të edukuar me frym, le të themi ateiste, komuniste, pasi komunizmi shihej si shpëtimi i çështjes shqiptare, pavarësisht se janë pikërisht ata që e shitën Kosovën dhe Miladin, ku e diun si është ai që ka qenë nga le të themi përgatitësit e bukës komunizmit për Shqipërinë, nga shokët më të ngushtë të Enver Hoxhës, Miladin Popić. Dhe domethënë janë shitur si kombëtar dhe mbrojtje dhe mbrojtës të kauzës shqiptare, po faktikisht ata janë ngurën, si më thënë, thikën mas shpinë e kauzës shqiptare, dhe ata e shitën Kosovën. Po nëse nuk është kjo tema për të ndalur. Dhe domethënë kjo lloj fryme, me sa duket, kanë nxjerr kokën këto kohë kur njerëzit domethënë kanë një, le të themi, lëvizje shumë pozitive islame në Kosovë, rinia, xhamiat, le të themi, zëri hoxhallarëve është bërë i dëgjuar, kanë efekt dhe kanë ndikim, me sa duket kjo ata i ka mërzit dhe u ka zgjuar djallin brenda tyre dhe janë aktivizuar. Faktikisht unë njoh shumë njerëz nga Deçani, njerëz madje që janë edhe me pushtet dhe thonë nuk kanë lidhje fare me Deçanin, popullsi. E kanë këtë çfarëdor emrin e Deçanit, se ka shumë burra të mirë Deçanit. Absolutisht. Dhe thonë nuk kanë lidhje fare me ne, madje edhe janë distancuar, pra që nuk kanë lidhje me ne. Janë përdorur shumë njerëz në fillim, nga që kanë kujtuar se është një lëvizje kombëtare, janë bërë pjesë, pastaj kur e kanë marrë vesh, janë tërhequr dhe kanë bërë deklarata që ne e kemi keq kuptuar situatën, po mua di për çfarë bëhet qefi. Më bëhet qefi për faktin se, le të themi, promotorët kryesorë të kësaj lëvizje dolën pastaj që ishin anëtar të shoqatave apo të ortakëri të shoqërive me serbët, deklaruan vetë se kanë brenda shoqatave të tyre dhe shoqërive të tyre dhe agjensive që ata kanë tregtare, kanë serb, etj. Gjë që themi ne, kupton, kur njeriu e fliq veten,
domethënë është argumenti më i fortë. Pra kur ata kanë arritur në një fazë që ta deklarojnë një gjë të tillë, atëherë ky është argumenti më i fortë. Edhe i diçka tjetër, kur themi ne kthimin në fenë të parëve, ti kur je i pa fe nuk ka çfarë thesh në fenë të parëve. Sepse ti je i pa fe. Qysh në fillim pavarësisht se e ke emrin Idris apo e ke emrin Muhamet apo si i thu vetes, në momentin që ti nuk beson, në momentin që ti nuk aplikon, në momentin që ti nuk praktikon, atëherë ti nuk je më musliman. Për çfarë po thua po kthe? Ti më mirë thuaj do të konvertohem në X fe, nuk ka problem sepse njeriu në fund fare konvertohet për atë që bindet se është e vërteta. Mirë po ti të konvertohesh për inat si hakmarrje, pastaj këta njerëz a e din që rezistenca kryesore dhe qelizat bazë të rezistencës kanë qenë xhamiat dhe medreset? Po t'i kthehen këta njerëz historisë, do të kuptojnë se xhamiat, medreset me vludet e tjerë këto organizime fetare që bëshën shërbenin edhe si baza rezistence, sepse nuk pengohej feja deri diku dhe lejoheshin grumbullimet dhe në emër të fesë dhe të besimit njerëzit ushqeshin edhe për rezistencë. Këta njerëz për shembull, kemi le të themi një nga herojt e luftës shqirimtare të Kosovës, Zahir Pajazidit, musliman, ke rastin e Adem Jasharit, musliman. Sa raste nga emrat më të njohur kemi, domethënë hoxhallar afërsisht 30 e sa të vdekur, kemi të plagosur me dhjetra, kemi xhami të djegura. Domethënë gjithë këto fakte dhe argumenta nuk mjaftojnë që këta njerëz duhet kuptojnë se Islami dhe feja dhe vatani nuk bien ndesh me njëra tjetrën. Përkundazi shkojnë krahas njëra tjetrës. Po këta janë njerëz të shitur, këta janë njerëz që punojnë për interesa të caktuar, ose këta janë njerëz akoma me mikrobe ateizmi dhe komunizmi brenda tyre dhe mendojnë se Islami është një lloj pengese për ta, edhe në emër të asaj që kanë brenda shfaqen në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre. Kështu që mendoj që ajo është një lëvizje që do të bjerë shumë shpejt, sepse nuk është bërë mbi baza të shëndetshme, nuk është bërë mbi baza logjike, mbi bazat e arsyes, dhe se çdo gjë domethënë është domethënë kundra rrym. Fakti i dytë, kur thua ti në fenë të parëve, pse e kufizon? Feja të parëve, cila ka qenë? Pse e kufizon në X apo në Y fe? Katolicizmi. Ajo që mua më ka shqetësuar, faktikisht unë e kam thënë edhe në deklaratat e mia, është mos reagimi i klerit. Po, kjo është problematike. Pra një lloj kënaqësie në heshtje. Po kjo është e turpshme. Sepse ti nëse do të punosh, le të themi, punën tënde, duhet të punosh me arsye, me logjik, me argumenta, edhe ti presësh njerëzit me bindje, jo për inat. Jo duke injoruar apo duke shpallur një antar, po duke shpallur një besim të tërë dhe antarët e një besimi të tërë si njerëz antikombëtar, si njerëz që kanë shitur interesat e vatanit tek Serbia apo tek Rusia etj apo tek Turku kështu më radh. Pra mua më shumë se sa më ka shqetësuar kjo lëvizja, më ka shqetësuar domethënë kjo heshtja e klerit. Po, sepse nuk është e ndershme një gjë e tillë. Nuk është ndershme. As distancim as. Domethënë hoxh, e gjithë kjo urrëtie, e gjithë kjo lëvizje anti-islame po vije fatkeqësisht nga Kosova, ndoshta në Shqipëri jo që nuk ka anti-islamizëm, po s'poku nuk ka edukat. Po. Në Shqipëri ka edukat dhe ka kulturë. Kush nuk pajtohet me ty, di si të shprehet, di si ta thot. Edhe tek ne mund të ketë individ, po janë shumë pak domethënë, edhe janë shumë më të kujdesshëm, më të rafinuar, dinë si ta thonë, nuk e kalojnë personale, as në nacionale, as patriotike. Sepse ne dim shumë mirë se kush ishin firmtarët e pavarësisë. Kush ishin, le të themi, rilindasit, kush ishin ata që krijuan qeverinë e parë shqiptare, etj, domethënë njëri që din sadopak nga historia nuk mund të bëj gafa të tilla. Kjo tregon se këta janë njerëz të pashkolluar, njerëz të paditur, njerëz që kanë një mllef dhe njerëz që janë të shitur me dije apo pa dije. Se ti mund të jesh vegël e dikujt duke qenë koshient, po mund të bësh vegël e dikujt edhe duke mos qenë koshient. Këta janë ndoshta edhe mund të jenë edhe pjesë e kësaj. Pra i shërben dikujt pa qenë vetëdijshëm. Vërtet. Ata po thonë, ju nuk jeni shqiptar, ju jeni arab. Si e komentoni këtë? Shpesh këtë komente shohim në për videot islame.
Ne e argumentojmë këtë me dy argumenta të fortë. Argumenti i parë i fortë është se çfarë kanë ata më shumë se sa ne. Po të na bësh analizat ADN-s, dalim njësoj. Çfarë i bën ata më shqiptar se sa ne? E dyta tek kontributi. Ti je shqiptar nuk do të thotë të bësh llafologun. Ti je shqiptar do të thotë të japësh kontribut. Të kontribosh për vendin tënd. Ti je i mirë për i dobishëm. Dhe ne e kemi treguar veten tonë. Pra ne nuk është se jemi vetëm fetar, edhe nuk jemi, le të themi, kombëtar apo adhetar. Ne kemi treguar kur është kërkuar pushka, hoxhallarët dhe medresantët kanë dalë me pushkë në krah. Kur është pas nevojë për të dhënë jetën tonë e kemi dhënë për kombin tonë. Çfarë i bën ata më adhetar se sa ne? Çfarë i bën ata më të mirë se sa ne? Çfarë i bën ata më adhetdashës se sa ne? Qenia jonë që le të themi jemi musliman është diçka që ne, domethënë, e kemi zgjedh. Ndërsa qenin tonë shqiptar na ka dhënë Zoti xhelaluhu. Kështu që ne, domethënë, ata nuk ka çfarë i bën më të mirë se sa ne. Pastaj momenti që ti thua arab, për çfarë thua arab? Ku e ke argumenti që ne jemi arab? A ka vallë ndonjë rast, qoftë edhe një rast i vetëm, që ndonjë prej hoxhallarëve të bëj avokatin e arabëve? Asnjëherë nuk ka ndodhur. Madje shumë herë në muhabete kur bëjmë fjalë dhe ti kushtot po ja bota arabe, unë them vëlla, jam Ahmet Kalaj, nuk jam avokati i arabëve. Unë nuk jam avokati i arabëve. Nëse ke diçka me arab, shkon në ambasada. Po, ankohu, jo tek Ahmedi për shembull. Kështu që këta njerëz që i hedhin këto shashka, themi ne nga Tirana, hedhin shashka, pra tymnaja, hedhin tymse, po faktikisht nuk kanë asnjë lloj fakti, nuk kanë asnjë lloj argumenti. Sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë, asnjëherë nuk ka ndodhur që ndonjëri për hoxhallarëve të lavdrohet apo të thot apo të japi sinjal që ne kemi të bëjmë me arabt, me kuptimin e gjakut apo me kuptimin e krenarisë se jemi pjesë e një populli të tillë. Ata janë popull mbetën, ne jemi siç na ka krijuar Zoti neve shqiptar, ata ka krijuar arab, edhe është zgjedhja e Zotit për gjithë secilin. Ndërsa fenë dhe besimin gjithë secili e ka bërë mbas një hulumtimi dhe bindje. Siç ndodhi për shembull me rastin tim, që arritën një moment dhe ju futa fesë dhe besimin. Nuk ishte as arabi ai që më ftoi në islam, nuk ishte as turku ai që më ftoi në islam. Ishte pikërisht Zoti, studimi, leximi. Zoti i madh, por edhe hulumtimi, ekuacionet e pazgjidhura që më çuan drejt besimit. Ata gjithashtu thonë shkonin në Arabi. Po vallë me shkuën në Emirate mirë është për Zotin. S'është keq. Me shkuën në Emiratë Bashkuara Arabe mirë është, nuk është keq. Kështu që këto janë terma që ata i përdorin si terma, domethënë, prandaj do ju përgjigja me ironi. Unë me të vërtet kam jetuar në shumë vende arabe, po si e ndjej veten në Shqipëri, si e ndjej veten në Tiranë nuk e ndjej askund. Jam shumë mirë për Zotin dhe ndjehem shumë mirë në vendin tim, gjuhën time, në traditën time. Le të themi, domethënë çdo gjë, domethënë frymon shqip, ndjehem shumë mirë dhe çdo njeri prej nesh, domethënë ndihet mirë në vendin e tij, kështu që unë nuk mund ndihem kurrë komod. E di ku e kam problemin unë. Problemin e kam vetëm po shkova në Qabe dhe në Medinë. Aty pastaj ndalon koha edhe pezullohet çdo gjë. Po me të dal nga Qabja apo me të dal nga Medinja, pastaj gjithë mendja shkon, domethënë, për Shqipërinë. Ne kemi pas oferta për shembull, oferta për të jetuar në Europë si hoxhallar, për të zhvilluar aktivitetet tona atje, por nuk e kemi zgjedhur Evropën. Kemi pas oferta për në botën arabe. Kemi pas ofertë që qëndrojmë mas studimeve, por nuk e kemi zgjedhur, sepse e ndjejmë veten tonë shqiptar dhe mendojmë që kontributi jon, si më thënë, prezenca jon në vendin tonë është shumë më e mirë dhe më e dobishme se sa një punëtor i rëndomt në një pozicion caktuar diku në botën islam apo në botën arabe, apo në Evropë për shembull që ka më shumë komoditet, jetohet më mirë, po shërbimi unë mendoj është më efikas dhe më i dobishëm dhe përgjithësia barra kryesore bie për popullin tonë aty ku jemi rritur se sa për të tjerët, pavarësisht se ne jemi munduar dhe të vizitojmë emigrantët, të shkojmë, domethënë kudo që ka shqiptar, shoqëri Zotit, ndoshta nuk ka ngel qytet në Europë, kështu shtet, desha të them në Evropë që mos ta kemi vizituar, mos kemi pas aktivitete, ligjërata, tribuna kështu me radhë. Pra e shohim veten shqiptar edhe
kudo që të shkojmë prap na rrin mendja në Shqipëri edhe Do një bie që ne, po, shkojmë në Arabi, ama dhe kthehemi. Jo, problemi më i madh diku është Po. këta njerëz na shohin neve sikur ne po bëjmë mbrojtësin apo avokatin e arabëve. Arabe, po. Tërkohë që s'ka. Ne s'kena lidhe me Arab, ne kena me fe, jo. Hoxh, do shta me të pyet, si do t'jetë gjendja pas vdekjes së atyre që e fyjnë Islamin, pejgamberin edhe Kur'anin? Një ditë kanë me vdek, këto që ka shkruajnë, këto që ka e fyjnë Islamin, Allahun, madje pejgamberin, Kur'anin, do të vdesin një ditë. S'ka dyshim. Si do t'jetë gjendja? Nëse vdesin me këto bindje, me këtë urrëtie. Ne lutim Zotin që Zoti t'i udhëzojë. Amin. Se unë s'do doja kur që dikush të digjet në zjarr xhenemit për Zotin. Pra, Absolutisht. unë kur nuk do doja që dikush të digjet në zjarr xhenemit. Mirë, po është problemi i zgjedhjes. Ç'a ndodh me njeriu? Zoti çdo njeriu në këtë botë ja jep mundësinë për të bërë zgjedhjen. Siç ma dha mua, ma dha sinjalin, ma solli librin. Dhe unë e pash që kishte zgjedhje. Nëse unë do të kisha vazhduar, atëherë unë e dogja shansin tim të jetës. Ndoshta do të mbinte një shans i dytë ose jo. Çdo njeriu në këtë botë, në përgjithësi, në përgjithësi, Zoti jep një moment drite, një moment si më thënë, inspirimi që ai të kuptojë se ku qëndron e vërteta. Në momentin që i bëhet e qartë kjo gjë dhe ai vazhdon, ai do ta ketë pisk, që është momentin që i del shpirti, do ta ketë pisk në jetën e varrit, do ta ketë pisk në ditën e Kiametit dhe do ta ketë pisk pas ditës Kiametit që është zjarri i xhenemit. Qysh në jetën e varrit fillon dënimi i tij. Domethënë ai shpirti i tij si fillim shef xhenetin dhe dëshiron të shkojë në xhenet, mirë po nuk ja mundson Allahu xhelxha dhe i thuhet jo, nuk është këtu do të ishte vendi yt. Po vendi yt është këtu dhe i tregohet atij zjarri i xhenemit dhe shpirti i tij shkon në xhenem dhe xhenemi derdhet në varrin e tij. Normalisht kjo është botë e gajbit, ne nuk e hetojmë dot, por e besojmë siç ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kështu do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit, pastaj ditën e Kiametit, normalisht njerëzit që kanë mohuar, njerëzit që janë tallë, njerëzit që domethënë janë munduar të vejnë loj fen apo besimin apo besimtarët, padyshim Zoti na ka treguar në Kur'an që vendi i tyre do të jetë hauje, domethënë një vend xhenem, Zoti na ruaj që njerëzit hidhen me kokë. Pra nuk hidhen kështu me butësi apo hajde ulu këtu, jo, do të hidhen me kokë, Allahu na ruaj. Kështu që domethënë përfitojmë nga rasti që t'ju bëjmë një thirrje. Ndaluni sepse keni të bëni me Zotin. Sado i fortë që të jesh, sado fuqi që të kesh, sado i mençur që të jesh, sado aktor dhe aktrim të bësh, kur je përballë Zotit i asgjë. Prandaj bëni llogaritë mirë se keni të bëni me Zotin e gjithësisë dhe me çdo gjë mund të luash, me çdo gjë mund të bësh shaka, me çdo gjë mund të tallësh, çdo gjë mund ta provokosh, po me Zotin mos luaj. Absolutisht. Allah na rrit nga përfundimi i tillë. Shpesh shohim në videot islame një koment pralla arabe. Hoxhallarët flasin, i thrasin për shpëtim nëpërmjet ligjërimeve të tyre, ndërsa në koment aty ju po flisni pralla arabe. Faktikisht unë këtë e quaj profeci dhe mrekulli kuranore. Fjala pralla arabe nuk është e re. Është e përdorur qysh në kohën e pejgamberit alayhis salam. Esatirul awwalin, legjendat e të parëve, na mytet me pralla. Domethënë, kështu që kjo akuzë, le të themi, do të jetë dhe do të vazhdojë, do të thonë deri në ditën e Kiametit. Pra jo vetëm qafirat apo idhujtarët e kohës profetit alayhis salam e kanë përdorur këtë gjë, po e përdorin edhe qafirat e kohëve të sotme, mohuesit e kohëve të sotme. Njëjta gjë, pralla dhe legjenda, ndërsa këta tanët i kanë futur arabe, nga që Kurani është arabisht dhe gjasme arabe. Ose për shembull unë çuditem shumë kur thon pse flisni arabisht. Po, pse flisni arabisht? Tash në po mirë, ti kur më gjon mund pyetje përgjigje, çfarë gjuhë flas? Jo, thash shqip. Po për xhuma, shqip. Po mësime si maj, shqip. Po ku është që flasim arabisht? Jo, po ju kur e nisni, po kur e nismë është normal, për bekim. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, për bekim. Pra me emrin e Allahut, për bekim. Pastaj gjëja e bukur se në Islam kemi origjinalin. Nuk është si tek tjerë që është përkthim mas përkthimi dhe përkthim mas përkthimi dhe përkthim mas përkthimi. Ne kemi origjinalin. E themi origjinalin si gjuhë e bekuar, një, dhe si gjuhë unifikuese, dy. Pra është për unifikim. Pra siç themi ne, erdhi një musliman gjerman në Shkup, do më shku në xhami.
Në momentin që dëgjon ezanin, e kupton që po flitet Po, për Allahu Ekber, Zoti është më i madh dhe vjen në xhami. Po ti ishte shqip, si ta kupton të turisti gjerman për shembull, musliman, se këtu ka xhami për shembull, apo këtu ka edhe musliman. Do i rëndohej çështja. Unifikuese, pra është për të unifikuar dhe për bekim. Po ne sot tani çfarë gjuhë po flasim bashkë? Edhe fatkeqësia më e madhe dikush është kur këta që thonë ju sflisin shqip, kur i shef që shkruajnë komente, bën gabime drejtshkrimore ekstreme. Edhe i them unë njëri tjetër, ti mëson një të shkruash mirë shqip, Pastaj na këshillo pastaj. Na këshillo.